Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha kërkoi të ndërmerren masa për parandalimin, ndërhyrjen e shpejtë dhe efikas në rast zjarresh, por edhe për identifikimin dhe ndëshkimin e çdo autori të zjarrvënieve të qëllimshme. Gjatë takimit me 61 drejtues të shërbimit zjarfikës në vend, në prag të nisjes së sezonit veror dhe temperaturave të larta, ministri Hoxha u shpreh se të dhënat e viteve të fundit dëshmojnë se në shumë raste zjarret janë shkaktuar drejt për drejt nga veprimtaria e pakujdesshme apo e qëllimshme e dorës njerëzore. Nuk mund të lejojmë që papërgjegjshmëria, pakujdesia apo dashakejësia e disa individëve të rrezikojnë qytetarët e vendit dhe toka të gjitha me hektar dhe metër për djegjen e tyre. Ato shkatrojnë sipërfaqe të tëra pyjore, pasuri publike e private, na vendosin ne gjithë forcave në vështirësi për të menaxhuar emergjencat, ku punonjësit e tyre punojnë me sakrificë çdo ditë. Për këtë arsye dua të jem shumë i qartë dhe kërkoj sot nga ju, në bashkëpunim shumë të ngushtë me Policinë e Shtetit, të ndërmerren masa të forta për identifikimin dhe ndëshkimin e çdo autori për zjarrvëniet e qëllimshme. Të hetohet çdo rast dhe të procedohet penalisht ndaj kujdo që me dashje apo nga pakujdesia shkakton një zjarr në mënyrë qëllimshme. Asnjë rast nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi penale. Zjarri nuk është thjesht një fenomen natyror, është shpesh një akt kriminal i qëllimshëm. Numri 1 i kësaj ministrie bëri me dije se po punohet në drejtim të pajisjes së strukturave zjarfikse me mjete dhe ambiente më të përshtatshme pune. Mjetet e reja do të sigurohen përmes buxhetit të shtetit, fondeve, të bashkive apo donatorëve të ndryshëm. Këta të fundit janë prezent dhe dua të shpreh edhe një falënderim për kontributin e tyre për vlerën që ata i japin këtij shërbimi. Shërbimi i zjarfikës është një nga hallkat më të rëndësishme të mbrojtjes civile. Drejtuesit e strukturave operacionale të zjarfikseve në mënyrë të veçantë të ushtrojnë presionin e duhur ndaj gjithë autoriteteve të pushtetit vendor për të realizuar sa më shpejt procedurat e blerjes dhe të finalizimit të pajisjeve që duhet vijen në dispozicionin tuaj. Në mbyllje të fjalës së tij, ministri kërkoi një angazhim të menjëhershëm të strukturave të shërbimit zjarfikës me qëllim parandalimin përpara ndërhyrjes.